Gazetari i mirënjohur sportiv Namik Mehmeti shpreh opinionin e tij lidhur me gjendjen pozitive që po kalon Vllaznia, duke konsideruar ekipin si një pasuri të qytetit dhe një skuadër që meriton mbështetje të vazhdueshme. Ai shpreh vlerësimin e tij për paraqitjen e fundit ndaj Vorës dhe sfidën e rallës ndaj Elbasanit. Vllaznia Shkodrës është në vëmendjen e gjithë shkodranëve në këtë moment. Pasi këtë sezon më duket e ka marrë, edhe vitin e kaluar, e ka marrë seriozisht për të shkuar deri të kampion. Ne ishim me Elbasanin, rivalitet patjetër do të ketë. Aq më tepër që është kryesuese deri tani e kampionat superiores, por kam që është një mundësi për të korrë një rezultat pozitiv. Së fundmi, Këshilli i Qarkut Shkodër e ka vlerësuar Namik Mehmetin me titullin mirënjohje për kontributin e tij shumë vjeçar në gazetarinë sportive dhe në pasqyrimin e arritjeve të sportit shkodran. Është një mirënjohje që me thënë jo se po shasmanun, po e ka merituar me kohë, po më mirë vonë se kurrë. Vlerësimi për Mehmetin është tregues i kontributit që gazetarët e sportit kanë në evidentimin e vlerave sportive dhe në ruajtjen e traditës së qytetit të Shkodrës.